Përshëndetje, shikues të nderuar, në podcastin e sotëm mysafir kam Shamsia Shorin, kandidat i PDK-s për deputet, i cili ka një të kaluar shumë të begatshme të jetës publike, duke qenë ish pjesëtar i ushtrisë lirimtare të Kosovës, ish zyrtar policor për shumë vite, pastaj aktivist i shquar i shoqërisë civile. Mirë se erdha zotja Shori. Mirë se u kënaqësi me me ju. Apo më ditë kush binde me hin politik, atë binde PDK-ja se partit një jam në përveç më rana ty, a ke kërkesë se ju t'ja me hi? Është pak interesant me thonë, po mu në fakt për me u kyç në Partinë Demokratike, më bo pjesë politike, s'm ka bind Albin Kurti. Pse Albin Kurti me qeverisjen e keqe, me dëmtimin që po e u bën gjitha të arritura që ky shteti ka bën ndër vite, edhe luftimi çdo vlere të këtij vende që këta njerëz këtij vende e kanë ndërtu, ka qenë arsye mjaftueshme që unë me u bind e që atë betejën tam që e kam bërë në pjesë si pjesëtar i shoqërisë civile, si aktivist i kahershëm, ta materializoj duke qenë pjesë e politikës atu ku merren vendimet edhe atu ku ka mundësi të bëhet ajo betejë për vlerat që na besojmë. E unë natyrshëm besoj në vlerat e Partisë Demokratike, në njerëz që kanë bërë këto procese. Pse në PDK në parti tjetër, ja. Sepse ka argumentet mjaftueshme që njerëz që sot janë në Partinë Demokratike, ata që përkohësisht nuk janë për shkak proceseve të padrejta politike që në emër të drejtësisë po mbahen të burgosur në Hagë, kanë kredit mjaftueshëm që secili prej neve të ndihet mirë, të jetë pjesë e një subjekti politik që përfaqëson vlerat që kanë sjell lirin, kanë ndërtu shtetin, kanë ndërtu institucione dhe tashmë gjithmonë ka mundësi që t'japet më shumë edhe të bëhet më mirë, po kemi një mal argumentesh edhe faktesh të prekshme, vetëm nëse i kthemi mrapa jetës tonë, fotografitë tona personale të vitit 99 i shohim dhe krahasojmë me sot e shohim. Apo thu se s'është shkatru Kosova që 20 vjeta, që këta po thojnë në shkatru çdo gjë. Ka qenë gjëja më e dëmshme që është bën nga Albin Kurti dhe lëvizja vetëvendosje, që kam rri me i bind me propagandën e vetë dhe njerëz që kanë dhënë kontribut në ndërtimin e shtetit t'i bind si u shkatru shteti. Në thotë, diçka që është e prekshme që jetojmë, që përjetojmë të nisë prej familjes, prej derës shtëpisë kur dalëm edhe deri sa të kthehemi mbrëmje mas gjithë punëve ditore që i bojmë, shohim gjithka çka është ndërtuar në këtë vend. Për ashtu ata që e kanë nostalgji sistemin ish Jugosllavisë, që kanë qenë ish funksionar dhe lojal ndaj ish sistemit, aty në mund të jetë prishur e atia edhe mund ta shohin atë sistem më të mirë se sa tash. Po ka argumentet mjaftueshme që ky vend është ndërtueshëm, është boshëm, edhe nëse prapë thamë e krahasojmë jetën tonë të para 26 viteve me sot e shohim sa të arritura ka. A ka mundësi të bëhet më shumë? Absolut ka, edhe pikërisht këtu e shoh rolin tam të bëj pjesë e politikës që këto procese që kanë pas mundësi të shkojnë më mirë, edhe gabimet që janë bërë gjatë rrugës, lëshimet që janë bërë, pikërisht ato ta nisim na, t'i korrigjojmë ato gabime, edhe ta ndalim këtë fushat denigruese ku çdo vlerë këtij vendi është ka sulmohet, të nis pe zyrtarit publik, institucioneve, gjitha institucionet pavarura, e kështu që duhet një që është zonë kovend e jo numër. E unë besoj që edhe luftoj për ata që t'jem zonë kovend e jo vetëm numër, se pa të keqen i numëri madh i deputetëve, duart e tyre i kanë bërë si laurat parkingu, si vetëm i ngritin edhe i ulin, po nuk flasin kurrë, edhe besimin e tyre ose votën e tyre japin me dërgjim SMS. Deputet që nuk flasin edhe nuk e dim pse janë ato, veç parti tjera, sipas mendimit tuaj. Unë mendoj që në gjitha partitë ka deputet që nuk janë mjaftueshëm të zëshëm edhe nuk luftojnë mjaftueshëm për vlerat që i përfaqësojnë për besimin që e kanë marrë për qytetarëve. Jam prej atyre që besoj që deputetët, sidomos ata opozitar, duhet që të ishin shumë aktiv, shumë më bens, shumë argumentues edhe shumë më afër qytetarit për ta demaskuar këtë propagandë të madhe që është ka bën partia në pushtet, e që shtetin po e konsideron si prunë private dhe si shtet partijake, jo si shtet që i shërben gjithë qytetarëve. Me në shkurt vitit kalum, PDK-ja pat një rezultat më solid, ndërsa me 28 dhjetor pat pak rromje ku i hupi 2-3 deputet. Prap shumë zgjedhje, qysh e gjete Partinë Demokratike kur antarësuve dhe kandiduve,
a kesh frymëra në asajna për një ringritje të mëndshme, apo ishin shak për rezultatit 28 dhjetor dhe nuk o shpresë për ngritje? Unë mendoj që Partia Demokratike do të rikthehet. E dëshmia e mjaftueshme për këtë besoj është fakti që në listën e Partisë Demokratike për kandidat për deputet kemi mbi 50% të figurave të reja që ju ka dhënë hapësirë të jenë pjesë e listës edhe të bëhen ofertë për shtetarin. Brenda këtyre emrave të ri ku bëj pjesë edhe unë ka hapësirë të mjaftueshme, është një CV mbrapa, tash mjetet informimit, teknologjia po na e mundson që për secilin ta kemi një CV të dokumentuar se kush ka qenë dhe si ka rrugtuar deri këtu. Kështu që qytetari ka mundësi, ka ofertë të zgjedh ata që me të vërtetë besojnë vlerat e PDK-s edhe që luftojnë për ato vlera që përfaqëson Partia Demokratike, duke qenë një pasardhës e njerëzve që kanë bërë shumë për vendin të nispe ilegale, kohës luftës e pas luftës. Prandaj mendoj që qytetari ka ofertë, mendoj që Partia Demokratike do të rritet, edhe qytetari ka pas kohë të mjaftueshme ta sheh këtë pushtet që i shfrytëzon për vota dhe vazhdimisht ankohet për mos punën e vet, gjithmonë gjen fajtor, diçka që është shumë e dëmshme dhe mendoj që qytetari duhet ta ketë parasysh është polarizimi i skajshëm i kësaj shoqënie që me çdo kusht kjo qeveri po tenton të na prishë edhe me vllahun shpe, tu na do ata edhe na. E na kthyn 2001-ën ku kur dëshën me martu një qeft, të ishin me cilën partije dhe tani nuk ja japshin qike nëse nuk e pranëshin për nusët dikën me një parti tjetër se të ishin as martuhëm dyke ja me dyke u amortizuaj e farpjese, po e kom përshtypjen që ata njerëzve që kanë menun para 20 vite që ashtu e kanë gjitë një strej të vetëvendosja edhe një pjesë e tyne, mendoj që nuk është e vogël në Kosovë, ka urrëtie ndaj njerëzve të UÇK-s për shkak lavdis luftës tyne. Edhe që me thonë e kanë gjitë një strej të vetëvendosja ku që ky veni është se nëse shkojnë në pohën patriot, edhe së mundët me në thonë dikush që s'pidon një Kosovën, edhe kena hapësirë mi sho këta të luftës. Qysh përse doljem prej kësaj situatë, pse PDK-ja s'pa arrit me imponu një mendim ndryshe në opinion publik se më stabilizu që kjo gjendje, më shoh njerëzit, më këty normalitet që me thonë para 10 vjetë ku kena qenë. Nëse kthejmë veç pak në historik mrapa, ky vend ka kalu për një proces ekstrem të rëndësishëm që ka qenë pajtimi i gjaqeve. Kur para se Kosova të futej në luftë, para se ushtria shlimtare e Kosovës të shtrinte radhat e veta dhe të fillonte betejën për çlirim, ka ndodhur një proces i rëndësishëm i pajtimit të gjaqeve që është udhëhequr nga Anton Qeta dhe gjithë ata burra e gra që kanë ndihmuar në atë proces. Do thotë përgatitjes për luftë ka paraprini procesi i pajtimit ku janë fal gjaqet, janë pajtu vëllezër ndër veti dhe atëherë kemi hap një front, e kemi pas Serbin përpara për me luftu, pa pas dertin se kush po na sulmon prej murit të Kojshis atje. E kështu që këtë proces e ka dëmtuar jashtëzakonisht shumë lëvizja vetëvendosje me futjen me rikthimin e përçarjes brenda nesh. Do të thonë që është dëm që do të merr kohë për me u riparu. Edhe nuk ja ka pas borç ky vend askujt as Albin Kurtit që armën kryesore të mos e ketë argumentin, rezultatin e punës, po ta ketë futjen e përçarjes edhe këtë urrëtie që ka fut mes nesh. Pse Partia Demokratike ende nuk ka arrit me tregu të vërtetën e vet, vlerat që i ka, rezultatet në punë që i ka, mendoj që ne kemi fal ata që vazhdimisht kanë qenë në anën e gabuar të historisë, ata që në atë kohë kanë ndihmuar pushtetin atëhershëm serb, e ata pas lufte ne nuk kemi kërkuar llogari prej tyre. Ne kemi fal me bindjen që kanë gabu, kanë qenë të leg edhe që do të mësohen me idenë që po mujna me pas shtet edhe shteti do t'i trajtojë barabart, ta kalojmë atë fazë, ashtu qysh Anton Qeta me ata burra e gra e pajtoi këtë vend, u falën gabimet që i kanë bërë në vllavrasje, ti falem edhe në ata që kanë gabuar që se ndihmuan luftën, punuan kundër, në mënyrë që të ecin përpara. Do thonë ideja e njerëzve që sot udhëheqin me PDK-n, edhe kanë udhëhequr ndër vite, kanë ndihmu, ka qenë që po ti falim, ta kalojmë edhe këtë proces edhe ma ne të merrem vetëm me shtetin. Por çka ka ndodhur këtu është që ata s'na kanë fal neve. Nuk s'na kanë fal neve. Dhe Albin Kurti ka pikërisht këtë shtresë të njerëzve që kanë dështuar me qenë në anën e duhur të historisë dhe ka manipuluar me ta. Ju ka dhënë guxim për mush për faqe.
Po, unë mendoj që në afat shkurt ka bo dëm të madh, në afat gjatë ka bo një rezultat mirë. Sepse koha e teknologjisë informative, rrjetet sociale në njërën anë dhe Zoti Kurti në anën tjetër dhe lëvizjave të vendosje, i kanë shpërfaq fytyrën e vërtetës së cilët. Nëse në kohën e luftës jemi rujt për disa njerëzve, kemi pyet kush janë, çka janë, për me marrë vesh më shumë për ta sa thellë janë brenda strukturave të regjimit atëhershëm, sot po shfaqen vetë. Domethënë nuk na kanë hekat barë për me ditë kush është. Prandaj po në këtë fazë po bëjnë dëm të madh, ne kanë arritë që të na futin një urrëtitje mes nesh. Tash veç para mendo, vllaun që e ki në përëndim, kanë arrit me bind që na jem të këqij që jem këtu. Edhe na dhe ata janë patriota, se patriota janë shku me punu 25 vjet mas lufte, s'kthehen Kosovë tash, ata janë më shumë patriota se na si përbollum kësaj dhe me zot. Një diçka që mendoj Partia Demokratike është dashur ta bëjë më zëshëm, është që të ketë zë edhe komunikim më të mirë me mërgjimtarët tonë. Na duhet me kuptu në diçka që një numër i madh i mërgjimtarëve, sidomos gjeneratat që kanë shkuar në kohën e represionit, kanë ndihmuar shumë vendin, kanë ndihmuar edhe luftën me mjete materiale, kanë ndihmuar edhe familjet me rindërtu jetën pas luftës. Edhe gjithsesi, ne kemi pas mundësinë që të jemi këtu, kemi pas borxh që të kapim armën dhe dalim ta bëjmë pjesën tonë, ata kanë ndihmuar në formën e vet, kështu që jemi në rregull me atë pjesë, secili prej neve edhe ata dhe na kemi bërë diçka për vendin tonë. Po gabimi që ka ndodhur në ndërkohë është që mungesa e komunikimit me usharum mjaftueshëm Partia Demokratike. Kur është miratu ligji për të drejtën e mërgjimtarëve me votu në Kosovë, ka qenë pikërisht Partia Demokratike, atëherë kur miratu kushtetuta si e drejtë e secili qytetar që është prej Kosovë, por që përkohësisht jeton jashtë e drejta e votës. Albin Kurti me propagandën e vet arriti me i bind që Partia Demokratike është kundër diasporës për me votu. Diçka që nuk ekziston. Është dashur nështë ma zëshëm me komuniku me diasporën, me asë sharu që po ne jemi që ju me pas zë, me votu, jemi për me gjyku racionalisht, me matë rezultatet, edhe po, ose hajdi, ose votoni me post, ose shkonën për ambasada edhe zyrtare që i ka shteti Kosovës jashtë vendit. Më thonë, po aja që ka unë besoj është që edhe mërgjimtarë që jetuin atje, edhe si që janë fizikisht këtu, po edhe këta që jetuin këtu, e kam pa mjaftueshëm që kjo qeveri nuk ka rezultate. Me këto 20 miliard euro buxhet që i ka pas, nuk ka tregu kur gjë. E vetën Prom Albinin e Mesian thanë i ke pas 20 milion euro tha për 5-6 vjet, tha cilat janë investimit kapitali, tha s'kum premtu unë sen, pa ju dridhet syne, para 4 vjet ose 3 vjet ka thonë që shumë shpejt ku më kry autostrada e Gjelonit i ka qit dote dhe i kish harru ato që e ka thonë, a den, thonë s'kum premtu investime kapitali, realisht i ke kum premtu ndihma, a den, vitra. E keqja është që kjo është aq shumë ka nënçmën qytetarën e Kosovës me këto sjellje, sa herët avon e besoj shumë më shpejt, qytetarët do ta kuptoj se është ka manipulohet prej tij. Me thonte që jam kryeministri i vendit edhe s'kom premtu investime kapitale dhe rrjedhimisht ti shko me vetura, që ndodh me mërgjimtarët konkretisht. Thot për ju paguj sigurimin kufitar, që është 15-20 euro varet për veturës. Përderisa në moment që e kalon kufinin, vetura e shtrajt e mërgjimtarët që vjen, ka mu përballë me gropa. Dëmet teknike që i shkaktohen në veture janë shumë fish më të shtrajta se sa që e pagesi sigurimit kufitar që mund ja bën. Një mërgjimtar nuk ka nevojë për një limosh me dhënë ti 15 euro 20 euro sigurim kufitar. Ka nevojë me pas rrugë të mira, që mos më dëmtu ato vetura me 2000 kilometra spaku që u thon pe Gërbeti këtu. Ka nevojë me pas një parking të mirë, të sigurt që kur don me dal me familje, me shëti dikon, me pas ku me lën kerrin pa drojen që po ma prekush. Dhe kjo është çka duhesh me siguru mërgjimtarit ti. Duhesh me siguru një aktivitet qoftë kulturor, qoftë festiv, që kur t'vjen ai me kalu pushime mirë, me pas mundësi ku me dal, dhe krejt këto pjesë nuk merret me të, merret me ne sigurim kufitar, thua se ata janë. Na kur dolëm jashtë, kush na pagun kartonin e Zelber. E kështu që dëmi më i madh, po, ka qenë premtim edhe hyrja në kartonin e Zelber që asnjëherë nuk e marrë me atë pjesë. Shkojnë në Gërbet edhe e shfrytëzojnë anën emocionale të vëllezërve tonë atje. Në Gërbet bojnë parulla.
Apo kupton, jo fokte, ata thojnë parulla, këta janë kështu, na jena o shpëtimtar të këtij veni, edhe aty normalisht njerëzit pak se janë edhe nxori këtu, pak edhe për arsye tjera që është fshot, s'po du mi thonë, për shkak që trollit tam se gazetorat ata në qohen masivisht, këshyrë me atë diktu jetën neve këtu, a nuk votojnë zgjedhjet që i kanë atje për ku kanë mirë fëmijët e vetë, absurd e llojit vetë. Si të qoftë, apo i mungaj ke PDK-s Hashim thotë që e ka Dreveseli, qyshe e pa PDK-n mrena. Është një farë narracioni që aktivistat për ndërtojnë teren në këto zgjedhje të PDK-s, duke thonë që kësaj herë këna me dollë edhe me morë rezultat mirë për hashimin e për kadrim për shkak se shpejt pritet vendimi për ta dhe dojna me arrit në rezultat për ta. Hashim thotë që i mungon Kosovës, ka Dreveseli mungon Kosovës. Ky vend ka mungesë të liderëve, të burgshtetasve, që në momente caktume marrin vendime edhe kundër interesit personal, janë të gatshëm të sakrifiku për vendin. E shembull më tipik se Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli, që kanë marrë vendime gjatë karrierës të vet, ku kanë dëmtu veten për me avancu në interes të Kosovës, nuk ka. Thot pranon me e sfidu veten ligjërisht për një trupe jo normale të thirrur në emën të drejtësisë vetëm që shteti i Kosovës ta hek një barrë e cila padrejtisht ju ngarku, e dim procesin se qysh ka ardhur me influencën e Rusisë, e Serbisë, tashmë veç është e qartë që absolut s'ka pas kur far argumente, kur far faktin këtë proces, po ka qenë një projekt politik. Tërgonëve përfundojnë krejt tjera tim. Po do si mungon Hashim Thaçi, e besoj jo por gjatë, se shpejt do të përfundoj ky proces edhe do t'i kthehet mas pari familjes vet, edhe veç prezencë atij fizike, pavarësisht aktivitetit tij politik ose jo, varet prej tij se si vendos, po do ta ndryshoj situatën. Në rand parë shteti i Kosovës do të lirohet për një barrë të madhe të padrejtë që ju ka vendos, e pastaj edhe skena politike, unë besoj shumë që do të merr energji tjetër. E kemi pa që vetëm 2-3 intervista prej Hagës në formë të shkruar pa zon, pa figurë, kanë pas impakt shumë më shumë se vetë kryeministri me 51% që i ka këtu, ish presidentja që ishte një zgjatim i lëvizjeve të vendosje për 5 vitet e kalume. Kështu që po PDK si mungon Hashim Thaçi Kadri Veseli, besoj që Kosovës do t'i kthehet shpejt edhe do ta përmbush atë vakum edhe një padrejtësi e madhe që ka ndodhur të vijën vend. Kënisin që shë potencua në fillim, edhe ushtrisë lirimtare të Kosovës, edhe pjesëtari policisë Kosovës në vitet e para pas luftës, nëse zgjedhësh deputet në Kuvendin e Kosovës, çka kime bo për shtu kategoritë e luftës, edhe çka kime bo për policinë e Kosovës, policët e Kosovës që nuk kanë sigurime shëndetësore, nuk kanë pajisje me rrobat vjetrume, me makineri të vjetër, veturat vjetra dëmtume. Po, unë uniformën e kam për zemër, për shkak që kam bojt gjatë, edhe uniformën e ushtarët edhe uniformën e policit. Kur flasim për kategoritë e dala për i luftës, krejt qa ju mungon është me i trajtu dënitetshëm. E trajtimi dënitetshëm do duhet fillonte me miratimin e ligjit për mbrojtjen e vlerave të luftës, ku do të sankcionueshin këto fushatat linçuese e përbaltuese që ndodhen vazhdimisht. E di që në këtë legislaturë në shkurt është bën një draft i ligjit për mbrojtjen e vlerave të luftës, ku sankcionohet ajo pjesë e delegjitimimit të atyre vlerave, dhe aktiviteti jam primar do të jetë me qenë i zëshëm, pa përjashtuar edhe mundësinë e organizimit me organizata dala për luftën, me shoqatën e invalidëve të luftës, me organizatën e veteranëve të luftës, me organizatën e familjeve të dëshmorëve, që nëse është nevoja edhe me qenë bashkë me ta në organizimin e protestave derisa të kalon ky ligj. Këto vlera nuk janë tonat individuale që kemi pas fatin e mirë që të jemi pjesë e krijimit të këtyre vlerave. Këto vlera janë të kombit, prandaj askush, as na vetë që kemi qenë nuk kemi të drejtin të përbaltim. Thëmë po, me qenë zo që luftoj
për ata që ka besoj. Unë besoj që duhet me pas ligj për mbrojtjen e vlerave të luftës në rand parë, edhe duhet me luftu që në buxhetin e shtetit Kosovës të ndohet buxhet i mjaftueshëm për protezat edhe për kujdesin mjekësor të invalidëve të luftës. Çka ka ndodhur tash është një anomali që edhe shtetet nashta ma anti u që nuk do duhet ta bënin. Donë 355 milion euro janë do në emër të shoqatave e OJQ-ve në këtë mandat. Asnjë cent nuk dohet për organizatën e veteranëve të luftës, e asnjë cent nuk dohet për pozicionuan politikisht ata. Si mas asoj që ato një zyrtarisht zyrtarët e vetë vendosjes. Kush ka drejt më shumë se një veteran, një invalid që ka dergjak, ka dhënë zhëmtyr për këtë vend më pozicionu politikisht. Unë mendoj që pikërisht është një lëshim, është një gabim i organizatave dala për lufte që nuk kanë pas qëndrim politik të qartë. Asnjë qeveri nuk do duhet të ishte rahat nëse punon diçka që e dëmton shtetin. E as qeverisja e PDK-s nesër. Unë kisha pas shef me i po organizatat e veteranëve të luftës, tu na kundërshtu neve nëse kemi harru diçka ose kemi anashkalu diçka që i dëmton këto kategori në rand parë, po edhe që dëmton shtetin pastaj. Do duhet kishin zë të fuqishëm, sepse kush ka të drejt ma shumë, kush ka kredit ma shumë në këtë shtet se këto kategori. Po, jam kundër asaj që të bëjnë militantizëm pa koncept ose për interesa individuale, po, kur është në pyetje mbrojtja e shtetit, kush ka drejt ma shumë se këta. E prandaj, unë i kisha bu thirrje edhe për këtu. Edhe secillit veteran, edhe secillit invalid, edhe sidomos familjeve tyne, fëmijëve tyne, që të punojnë shumë, edhe të mbështesin ata që i mbrojnë këto vlera, sepse kush ma shumë se ata kanë të drejt edhe kanë kredit me fol për këto vlera. Po, nuk do t'jem vesh numër në kuvend, nuk do ta ngris dorën me një SMS që shndodh me partinë në pushtet, që në moment fundit vjen SMS i dytë, edhe skuqen nëse se ka pa për me qu dorën ndryshe per o sekundër, do t'jem zot që do ta kem qëndrimin tem, mendimin tem për secilën temë, e mendimi jam për kategori dala për luftë është i qartë. Po buxhet mjaftueshëm u trajtu dënitetshëm, po mbështetje pa kufi, edhe të pa kufizuar që është pjesë edhe programit të Partisë Demokratike që garon në këto zgjedhje, për këto kategori nuk do duhet një invalid i luftës me këshyr mas pare çmimin sa kushton një protezë e tani me vendos a më shkon këtë spital as në atë spital. Unë isha në Prizren para 2 ditë edhe çam shokoj, u takova me një ushtar të Kosharës që kishte 2 komte amputume prej luftës, me proteza. Edhe a më tregon sfidën e vetë që e ka pas për me inrua ato proteza. Thot në 6 vitet e fundit asnjë derë nuk e kam pas qel. E për ma keq, njëri prej deputetëve që vjen për i Prizrenit, e që është i lëvizjeve të vendosjes, thot kam kërku njerëz për më u taku me ta. Edhe kur takohena me ta, atë kam thënë taj deputet i lëvizjeve të vendosjes. Unë thot kusht ka faj, atë kam fajone që ti si ki 2 komt. Qa ku me të bo, edhe mësë më thërë ma. Kjo është qasja që do duhej jo vetëm atë invalid lufte që për këtë vend i kalon 2 komte dhe sot ecë me proteza, do duhet ashtë të shumë. E pikrisht, unë mendoj që duhet edhe zë i fresnë në atë kuvend që i trajton temat që nduke dogen vogla po që kanë peshë madhe. Prandaj po, do t'jem zë për ta. Unë kam qenë për vitit 2000 në policinë e Kosovës. Çaj mungon sot policisë Kosovës, pe perspektivës tonë 200 ofër 10 vjetë polic? I mungon vlerësimi në rand parë. Vlerësimi për sakrificën që ata e bojnë. Unë e kam përjetu atë fazë për 10 vitin policinë e Kosovës me gradën e të gëjet e kam shumë vitin 2009. Kam dhënë ndërheqje, pikërisht kur kam kriju familje edhe paga e policit nuk më kam mjaftu me majtë familjen, më ka dasht me ikë për pasionit tem me zgjet një punë që paguhet pak ma mirë. Edhe rrjedhimisht unë jetoj për uniformë. Thjesht e kam dashur edhe sot vazhdoj me dash. Policit Kosovës i duhet dinitet. Policit Kosovës i duhet mbështetje logjistike që mos me pas nevojë për pagazeve të vogël me shku me ble uniforme, me ble kpusa. Policit Kosovës i duhet të mundsohet që t'jeti trajtum me pagë, t'jeti trajtum me sigurim shëndetësor edhe jetësor. Kemi raste, sidomos këtu në Mitrovic ku po flasim, ku policët kanë ra në krye detyrës për me mbrojt këtë vend, edhe me ofru siguri, edhe sot familjet e tyre shfrytëzohen edhe për fushat,
kesh përdorën në publik, sa herë që janë në krizë ke qeveri ju referohen emra tyne. Do duhej brenda ligjit për policinë edhe kjo temë të trajtohet. Nuk mundet një politikan më quajë edhe me përdor rastin e rënjës një polisin krye detyre sa herë t'i vijnë politikisht. Ai duhet me trajtu me ligj, duhet me mbështet familjarët e tyre, por nuk duhet me përdor politikisht. Qysh po vazhdon me i përdor edhe ky kryeministër. Polisit Kosovës krejt që ai duhet është me i ofru mbështetje. Thash në aspektin logjistik, mos mu diskutu çështja uniforme, sa ka kpuca, a ka çizme policia s'ka, a ka antiploma apo nuk ka. Nuk duhet bëjë fushat me policinë e Kosovës, duhet të trajtohet shumë seriozisht çështja e ligjit për pensionimin e parakohshëm të policisë, edhe një diçka që nuk e kam dëgjuar më herët në për fushata ka trajton kërkush. Një jeton, një polic trajnohet, bën përvojë edhe në momentin që del në pension, me moshën 65 vjeçare sot, unë besoj që me ligj duhet kjo mundësi të shkurtohej afati për dalën pension me vullnet, jo me i detyru, po ata që për një arsye zgjedhin të shkojnë pension t'i mundsohet së paku në moshën 55 ose 60 vjeçare, mënyrë që edhe t'i japet mundësi freskimit si gjenerate e re e policëve të plotësohet, po edhe atyne që shërbejnë për arsye ndryshme t'i japet mundësi që të marrin të zgjedhin pensionin si opsion për me shku më herët. Po një ekspertizë që mbledhet gjatë gjithë jetës. Ky shtet deri tash vetëm një dhuratë modeste e jap edhe thot shkon pension. Ajo çka unë kam punu shumë me komunitet në nivel lokal, me grupe të caktuara. Në nivel komunal janë do këshilla për sigurinë bashkësi, që trajtojnë temat e sigurisë. Edhe ajo që më ka ndodhur mua në komunën Podujevës ku kam qenë si antar i këtij këshilli prej shoqërisë civile, është që nuk janë funksionale. Nën këshillat nuk funksionojnë. Edhe kur unë qonë edhe propozoj, edhe thëm, kem polic, kem ushtarë të FSK-s, që janë të specializuar në çështje sigurisë, për gjitha temat. Pse nuk aktivizohen këta? A dhe që thonë, s'ka buxhet. Kërkush si ka fol. E çfarë buxheti po flasëm, janë 5 deri në 6 mbledhjen vetë që marrin këta këshilla që i marrin, edhe e marrin një meditje, të paktën mandatin që shkoj s'kan marrë fare, po ka mundësi me i angazhu këta polic që ekspertizën e vetë që e kanë me edhon në komunitet ku janë. Do duhej t'i përfshinim në jetën sociale në rand parë, që ata të keni një detyrë dhe mos njihen të lonë në nanash edhe të braktisën prej rrethit e shoqënisë për shkak pensionimit, aspektin social tyne e këshumë përmbush, në anën tjetër këshumë përfitu prej ekspertizës tyne. E njërin po ta them njërin prej policëve, kolegët mi që ka dalë pension është ekspert shkallën për leximin e hartave. E në ekspertizën që ai është i certifikuar edhe si ofruesi trajnimeve, policia e Kosovës veç i ka thonë ditën e mirë dhe shka kërkush se kontakton më. E kem shumë nevojë për këta. Po du me thonë që për policinë e Kosovës duhet me pas zë me mbështet, që mos me u dëgju një problem tjetër që është që kam pas shumë kontakte ditore që ka me kolegët policisë. Është që kushdo që ankohet për ta, janë zinë jetën me ankesa në për inspektorate policore, marrin veprime sipas opinionit të publik ose sipas presionit që pushteti e bën. Edhe ta qysh mund është një polic të mirë me e demotivu të e qunë për inspektorate vetëm se dikush që gjithë ditën shëtitet me kerë ose qëndrojnë pas bizneseve dyshimta ankohet për ta. Një polic, për njësisë krimeve ekonomike, vetëm se hetojnë raste të peshqeve të mëdhej që qysh njihen me terminologji, ju ndrohen vendet punës, suspendohen, degradohen, lëvizjen për një pozicion në pozicion, policin duhet me lanë me kry punën e vetë, mos me u diskutu buxheti për policinë, ka, s'ka, se duhet me pas. Ata s'kam printera mrena, edhe nuk kam fleta. Unë kom zatit në 2023 në policën në veri, që transferu edhe nuk ka pas uniform, se kom një uniform ma speciale, nuk kom policë rëndëm, i kesh bli rrobat vetë. Kjo është një problem që është vazhdu me vite dishta, me dalë të një pik tjetër konë një kategoritë qytetarëve, ose të opinionit përgjithësi që thujnë që këta shoqërisë civile, kur inkuadrohen politik, tani bohen si politikantë. Shtu po du me ditë e te, a ki më bo të si këta, kur të ish ma fell nëse bo është deputet dhe vazhdën politik,
A kemi bo si këta që jënë ma herët në politik, a që atë frymën e shoqërisë civile kemi këshyr me avancu përmes politike. Unë për 13 vitet e fundit SPAKU kam qenë aktiv pjesë e debatave, denoncimeve edhe dhonjes verzionës që shish dashur mu kalu një proces. Të e komentu politikën vazhdimisht, nuk kam arsye me thonë që nuk e një problemet që jenë në klasën politike. Po, aja që ka unë besoj, edhe qëllimi pse unë kam hyrë politikë është që me dhonë një model tjetër. Unë sot muj lirisht me thonë që po, do të ndodhë që unë do të kem vot kundër ndoshta qëndrimit partisë. Nëse besoj që vota jam është në anën e duhur të një projekti. Cili është qëndrimi yt për kodin civil në formatin që është në kuvend, momentalisht? Nuk ka kod civil që do duhet kalonte që dëmton familjen. Familja është e dëmtim familjes. Po, unë jam kundër që kjo pjesa e familjes tradicionale që ne kem të preket, nuk do duhej asnjëherë në asnjë ligj. Përsa unë jam në DNI, në kodin civil është një në ato problematik që do duhej të ndrohej. Martesat e gjinis njëjtë për mu nuk kanë vot për. Do të votoj kundër Edhe nëse të partia. Mundet me thonë edhe partia, edhe kushdo tjetër, po një familje tradicionale që unë jam rritë edhe që besojnë ato vlerat asaj familje me votën time nuk do të ndryshoj. Po kthejna pak personale për te politike, sa në kupton politika për ty, çka është? Mision. Çfarë misioni? Mision për me i shërby komunitetit edhe shoqërisë. A mendon se kemi mujt me arrit mi shërby të paktën çush i ke shërby përmes shoqërisë civile u që kësë policisë? Është percepton që është me lehtë politika si sferë komunësh mi shërby vendet, është me azërshme se ku je kanë. Sa do të kemi impakt më varet sa do të kemi fuqi politike. Në këtë rast vota, numrat e përcaktojnë fuqinë politike të një politikane. Do ta bëjmë maksimumin tim, po nuk do të nalem nëse menoj që në momente caktuar jam zoj vetëm. Se unë mendoj që edhe një zoj vetëm e bën diferencën. A do të jetë lehtë? Nuk do të jetë lehtë, se mentaliteti i politikanëve në Ballkan është ato i njëjtë. Edhe kemi pa të paktën e këtë historikën e pas luftës që nuk është lehtë ndoshta në momente caktuar me dalë zog kundër një projekti. Po për atë çka besoj, jemi gatshëm me lënë politikën, po mos me ndrru qëndrimin. Unë besoj unë çito vlera që thash që i ka ky vend, i ka familja, edhe për ata që besoj patjetër që jemi gatshëm se nuk e kam patjetër më në politikë. Politika është mjet përmes cilit ta jap ndikimin drejt për drejt. Ata që i këshyrin futboll e shohin shpesh e akuzojnë lojtarët edhe i fyjmë se nuk e dha gol. Po pej tribunave atje. Kështu që unë kam vendosur me hin fush edhe me tentu me bo më të mirën atu ku mundet me ndru rezultati. 10 vjetë në polici edhe ushtori u që kësë gjatë luftës, u që kësë me Serbin, a kuna i moment të yti që ka thonë, valla sëtë muna mos me shku në shpe për shkak se muna me vdek që të në kryet detyres. Në moshën 21 vjeçare në kam shku në Zabër Shalës, me 24 qershor vitit 98. Jemi nis për ditë ku po shkojmë, përveç aty në ndërmjetësve që na kanë dërguar atje. Mas trajnimit baze kur kemi dhënë betimin, një fjalë ka qenë Kadri Kastratit në tash general komandant Dajes, kur e dhon betimin edhe fjalën e parë që e thot prej sot për juve familjen nuk ka. Jetë private nuk ka. Edhe bën një pauzë derisa nuk shlirohemi. Më thonë, nështë të mujë me marë si moment që Shqitëri na ka bo me uni të rëndësishëm që na kemë rol për me ushtjeru vendi. Me kohën, më thonë, nëse thojmë na që nuk kemi frigu asë njëherë, dalem jo korrekt. Po jemi frigu, po kemi arrit me menagju frikën edhe me mujt frikën, momentet caktume. Një moment që kësha dasht me nda, që për mu më ka lëndu kohët e fundit. Nuk di tash me data, ka mujt me qenë marsi prilli e vitit 99, tek një zonë na marrë informacion se është vrarë një qytetar atje një plak edhe duhet me shku me evaku për mos me lanë u dëmtu kufo me ti. Edhe unë shkoj me 3 ushtarë të tjerë.
për shkak që në atë kohë ka pas shira shumë, edhe lumi s'ka pas ura të mira, është dashur me kalu për ujë. Shkojmë në atë pjesë, e marrëm kufomën, ku shkojmë të ujit, për shkak që ishte ftoft, u dashke dikush me mu zhvesh për rrobave, mos mi laga të rroba se s'kishën tjera, edhe u dash me hi për ujë. Kemi provu kufomën, kap një herë njëri vetën për me qitë, për mos mu lag tjertë, mos me mordhi tjertë, edhe s'mujtëm me buat punë, atëherë unë bashkë me një shok të emën, një Naim Beka, e marrëm kufomën dët, zhvishemi edhe him për ujë me qitë në aton lumit. Mezi ja dalim për shkak të valëve të mëdha të ujit. Cilën zonë ka ndodhur? Në zonën e Lapit, në fshatin Luga, ka qenë ky rast ku ka ndodhur. E ne kemi marrë prej fshatit Luga, kemi qenë në fshatin Halabak, në oborrën e xhamisë kemi varros. Ka qenë një Abdullah Stubla, i vrarë, i ndjeri. Tash ka ndodhur ku unë jam lëndu shumë. Djali i tij na shoh del në shesh, jap intervista edhe mallkon u çka. E shanu çka. Flet tonë të zezat për u çka. Babën e tij kemi marrë, e kemi rreziku 4 ushtarë në zonë lufte, vetëm që kufoma e tij mos më u dëmtu prej çanëve të acak edhe prej kompozimit të tjera. Tash ai mos lufte. Në ndërkohën e kemi marrë vesh, në atë kohë nuk e kemi di që njëti ka punu në administratën komunale në PDI deri në bombardimet natës, deri në kohën kur veç s'ka metë më institucione. I njëti sot na shana mallkan thotë që janë kriminala, ata kështu. 4 ushtarë më të mirë e kemi tash llogaritën moshën 20 vjeçare, 21 vjeçare me kap kufomën krahë qafë për me qitë në ato ujit, për me shpëtu kufomën e babës tina e del sot në mallkan. Kjo është një rezultat i kësaj urrëties që kjo qeveria ka fut në diskursin publik edhe ka bërë që njerëz me hup arsyen edhe me urrejt dikan që për familje tina direkt, në rastin konkret, për familjen e tij direkt, unë jam njëne për atyne që këmë bartë atë kufum. Sot në 20 vjeçare, 21 vjeçare, ka gja problem, nështë një familjar të vetin me po kërë në rënjet, jo në atë kohë me bojtë në krah, po si do qoftë, edhe më thonë, jenë krejt këto arsye, kur thash ma herët që është Albin Kurti që më ka bind për me him politik, këtë betej që dikur e kemi bo në pozicione tjera me bo atë, ku bo atë. Cilë momenti ma krenor i jetës tonë? Momenti ma krenor i jetës tonë është kur kemi hi në qytet si shlirimtar. Që është urnat e nëtë? Po. Më thonë, është konfirmu që kemi pas drejt, është më rri diçka që gjenerata nuk e kanë më rri, edhe rrezikun që e kemi pas, që me u po... E përmende za bërëzën kër i inkuadrunu që ke. Po. A kështë besu kur kry lufta dhe hine në PDI, ato dëkë që u realizu një mision e pa mënd shumë, a e ke prit që ashtu që ku më kry, si me thonë, për një vjetë shpejt, e ku më shliru? Në atë kohë jemi bind që një di do shlirohemi. Nuk kemi besu që ne e presim. Më thonë, ka qene pa mundën me besu që na do t'jemi ata që do të shpëtojmë, po kemi besu që kemi me u shliru. Më thonë, qena ka majtë neve se me ju kalzu sëtë sa armë të kemi pas në qëshorët 98-ës në shkollën e Zabërgjës, në shkollën e vogël, atje nuk ja dijem nësët. Po sa pak armë ka pas, edhe me qka jemi nisë, më thonë është veç vullneti, edhe ndihme e Zotit që në ka bind që po mujna mja dalë, se në kushtet sodit nuk ka ekspert i sigurisë që kish guzoft me të thonë nësë në këtë rrugë me qa keni. Më thonë, kanë qenë armë pak, kanë qenë armë të leta, shok të në grupe të shku në Shqipëri me armatosë me prunë krah deri në PDI, dhe në zonën e Lapit, që ka qenë pak problem në raport me zona tjera për shak distancës të lartë në kufi. 14 vjetë i këm posë kërë Kadri Kastro, ti bashkë me Esne Ahmetin edhe me disa tjerë ndim styne, natë të tëjtën fshatamin, logjetam në krashtic, me formu u që kënë. Për i krejt që i mledhin ka të në sane, edhe kërë bo, thanë, u formu tash prej sudit, zërtarisht është që ke këtë, kanë qenë që shme thonë, tash së du me i përmend familjes, sane kush ka po se del për cënolle, ama krejt ju mbo tubi, ju konë nja 2 kalosha, nja 2 altia, adin që shme thonë një bu me durës, që shtë diqka, do tjerë si kanë qitë dhe ju kry lufta, edhe me sa tu ja ka nisa, dhe hajde tani me shku në Shqipni, hajde... Në diçka që kam edhe që kësha dasht me që në mesazh prej këtu, me bu thirrje një djalit ri, që ka qenë në Zabërgj,
Në atë kohë kanë thoni ka 14 vjet, 15 vjet. Ai ishte aty në shtab. Vente si i ri dhe ka u sjell që i theshin shkase, s'mund të fëmijë bën me kon, je i vogël, haq shkon mahall tonë. Ai s'ka pranuar mu largu. Ka qenë aty është diskutuar mes neve që një në atë kohë theshim një fëmijë dhe pse na ishim pak më të rritën se ai, po theshin një fëmijë 14-15 vjet nuk po pranon mu largu, po don më najt këtu. Deri në atë shkallë sa komanda e zonës në atë kohë, komandant Remi, Doja, këta kush kanë qenë, kanë vendosur, kanë thonë, okej, rre këtu parë, masi s'po pranon mu largu, rre këtu. Kam qef me njofta djalë. Në Zabërsh komandant ka qenë Nisni Ahmeti, Rahman Rama. Po flasim për qeshorën e vitit 98, kur ende s'ka qenë shtrime në nivel zonës, hala, po flasim për grupin e parë, dytë, kur është themelu zona e Llapit. Kam qef me njoftë, edhe nëse kjo emision i bjen vesh, fort kisha pas qef me taku. Nuk kam pas raportin atë kohë se ai është djalë i ri, u sillke në për shkollën e Zabërgjës, në shtab atë, edhe vazhdimisht u diskutoj që qysh ka qiri, do të me qu, në shtëpi do të me bin dikush, po i thojnë komandantet, pi thojnë shko, nuk bën ti me najtu se je i vogël, ai s'ka pranu me najt. Në më thonë, dera tu kanë vullneti i djemve të ri që me najt edhe me shërby për u shikon. I kam edhe 2 minuta edhe 2 pyetje. Cili është sa i moment në jetën tonë që kështë dosh me ndryshu edhe me bo qatë veprema në ryshe se që e ke bo? Përsa je peshman në jetën tonë? Nështë u dosh pak marët me u kyqë në politikë. Pse po thëmë marët me u kyqë në politikë, për shkak që gjithat aktivitet që e kemi bo, në pjesën e shoqërisë civile, besoj me qatë vullnet, kishëm pas mundësi që brenda strukturave me bo një organizim më të mirë, me i bind më shumë aktivist që aktivitetin e vetë me e bo brenda strukturave të partisë, e po flasim partitë kanë shumë nevojë për një dinamizëm ndryshe brenda. Më thonë si gjenerat e re, nuk kisha nda në ai moment, më thonë që jam pëndu, gjithmonë ekziston mundësia dhe dëshira që të bëjmë procese më të mira. Mos veprim njëri, a do të thotë tek shapo pak më ndryshe sto. Për një mesazh për zgjedhjet e 7 qershorit. Po një mesazh gjithë atyre që gjatë rrugës kanë momente zhgënjimi, kanë momente që nuk janë dot kënaqur me performancën e njerëzve të Partisë Demokratike, strukturat të Partisë Demokratike. Një mesazh i direkt për ata aktivistin që ka qenë themelues i Partisë Demokratike, atë aktivistin e Forumit të Rinisë që i ka themeluar strukturat e Rinisë Demokratike, e që sot për një arsye se arsye tjetër nuk është aktiv, me i bo thirrje që të mobilizohet, të i kalon zhgënjimin e momentit ose i natin e momentit me figurat caktume me një arsye të veçantë. Partia Demokratike nuk është e individëve, është e këtij grupit njerëzve që besojnë këto vlera. Thirrje direkte për ta janë bohëm bashk, e ndryshojmë edhe vetveten, po të ndryshu vetveten edhe Kosovën. Ata që besojnë këto vlera duhet me qenë bashk. Shkaku i zhgënjimit në një moment saktum, në një proces saktum, nuk është arsye mjaftueshme që me e leju që një subjekt si lëvizja vetëvendosje me dominu edhe me keq përdor edhe me i fy edhe me shkel gjitha ato vlera që ka Partia Demokratike. Fakti që lëvizja vetëvendosje është në pushtet është pikërisht pasivizimi e atyne djemve, atyne vajzave, atyne burra, atyne grave të PDK-s që e kanë dashur me zemër këto vlera, që e kanë themelu Partinë Demokratike edhe që janë sot pasiv për çfarëdo arsye. Po PDK-ja ka vend mjaftueshëm, po PDK-ja duhet me i dhon hapësirë këtyne, po në rand parë, ajo që kam fillu me pa në këtë dhe diqën e parë, 2 javëshën e parë, të qenë pjesë i strukturave, që në politikë ka njerë po dashke edhe vetë me insistu me marë rol, e mos me pri që dikush me të dhonë rol. Kështu që po, hajde bohëm bashk edhe ecim, ajo që ka e diju në për vete po flasë, që ka me qenë një lloj luftari për idenë e vlerave që i ka Partia Demokratike dhe jemi gatshëm me secilën me bashkëpunim secilin format. Bona për shtypje tash, çka për zgjedhjet e 7 qershorit, nuk e kërkuve votën për vete, po lypëm shtetje për PDK-n. Unë besoj shumë që vota për individin është e rëndësishme, po për Partinë Demokratike, për Kosovën është vota që është pasivizu edhe që duhet Partisë Demokratike më rrit në numër. Është e rëndësishme për mu
edhe për numrin 38 që e kam, që me shku në kuvend, po shumë e rëndësishme që Partia Demokratike mu rritë, se me rritën e Partisë Demokratike rritet mbështetja edhe për mu, edhe për secilin, po çka është kryesore, rritet mundësia për Kosovën që ta ndalë këtë qeverisje, këtë degradim vlerave, këtë urrëtie përçare që e ka fut Albin Kurtin mes nesh, edhe që ky shtet t'i kthehet temave për projekte edhe ideve qysh me bu ma mirë këtë vend, e jo kush po shon ma mirë. Sot nuk ka let me dalën publik edhe me diskutu. Po na bjen me pas debate me kundërshtar politik nga lëvizja vetëvendosje, po o shumë problem me pas debat me ta, se me ta s'ka debat për tema, ka debat për share. Zoti Shamsia Shori, faleminderit shumë, ishte kënaqësi jashtëzakonshme. Kënaqësi gjithmonë edhe faleminderit shumë për mundësinë. Shikues të nderuar, shihemi në podcastin e ardhshëm. Ju faleminderit shumë.